E tash prap se kur thash që kom marrë pjesën demonstratat 68-shit. Normal aty u burgosën shumë e ku ta diunë dhe fillon tani ka pak mu interesu dhe ku shukone. Edhe një dite u ktheva prej fakultetit, veç isha regjistruar në 67-68 po. Në fakultet, baba tha, vëllai tha, u kon tha bre djalë tha dikush më të lyp tha, ka thonë me u lajmëru tha. Ose vi ma pet. Në polici? Po. Normal u bona Marakusa sot. E tani se më kalon baba me shku në shkollë në Ligjerata, nja 2 muaj, kur për e marrë një farguje ka pas që jënë konë do gujat për më mbrojt prej të ftoftit. Mera dhe këse ti nuk e di që është burgu, se baba u konë në burg, disa era u konë. Për çfarë arsye? Një arsyeja kryesore se ka pasik prej ushtrisë. Po. Jugoslavisë që kanë pas marrë, kanë pas shumë bezarë në frontën, për shatë që atje, edhe u kanë pasik tani edhe jo për tregtia nenat mina, po jo për tjera arsye, edhe që sot që një mënyrë, edhe që ashtu nga ka shkur familje që janë sytë kesh prej pushtetit, në dosje. Edhe kur e kom marrë për ushtria, nuk e di për çka kom pas marrë në dokumentin, ka thonë rrjedh për një familje që gjithër ka pas probleme me pushtet. Në çfarë aspekti që i ka dalë kundër vendimeve të tyre? Po. Edhe mirë po më nuk më ka ngusur, kush ka përfunduar e punë. E ba ato demonstratat të është kaptina në vete. Çka ka qenë qëllimi i demonstratave të vitit 68? Qëllimi i demonstratave të vitit 1968 ka qenë kërkesat që janë konë për kushtetut, jam e hatër, jam e tut, bile është folë edhe Republik edhe në atë kohë, Universiteti, Flamuri, Barazi, ka pas edhe kundër disa udhëheqësve të Kosovës në atë kohë e sen, që ta shumë nuk muna pa e thonë këto që qajo periudhë, qajo të kuadrat që kanë qenë në atë kohë, e kanë po qitë këthes edhe me kontributin e tyne, me kërkesat e tyne vazhdimisht në organin e institucione ku kanë qenë, edhe normal nuk kanë mujtë ata publikisht me dalë që i këshin burgos me njëre, por mënyra ndryshme e kanë shtykit ide që na si Sirini me dalë dhe me thonë, edhe ka qenë një demonstrat shumë e madhe, filloj tani dikur u shëndrua thyemje, por vjedhe nuk flite që ka pas, se kemi dash me tregu që nuk është qëllimi i vjedhes apo i pasunis, po qëllimi është me shprej revoltën tonë për status, për situatë që lëndjemi ka jetojme edhe ka fillu tani prej qësaj demonstrate, ka dalë me parashtrimin e këtyre kërkesave, ka artite ka vizitu Kosovën, edhe sot është në Facebook a e mundet më gjeta i fjallimi ti kur thot. Drugoj shok një takim të Komitetit Qendror Lidhjes Komunizmit Jugosllavisë. Është e vërtet që kemi bo edhe kemi mri një përparim dukshëm në Kosovë. Mirë po ka dhe shumë gjana cilat kanë metë pa u bo, edhe duhet me u bo. Edhe të tani kanë fillu kanal, kushtetutën 74 të Flamuri, qashtu, Universitetit, Menera në leju, se në kemi qenë fakulteti juridik ekonomik në një kohë, Universitetu Beogradu. Me në mesh, ma vonë tani jenë më këto sene, edhe qashtu tani filluan gjonat me më avancuë, e tash qajo politika drovike që aty në kuadra që kanë qenë qashtë larpams, që kanë insistuar me u regjistruar, e kanë mësuar me u regjistruar numëri pa kufizuar me studentëve, fakulteti juridik edhe tjera fakultete, edhe kanë dalë kuadra dhe prej qasaj gjeneratës teme, na jemi edhe sot që e gjeneratë që për çdo vjet tako, anë një datë caktume, edhe kemi Maqedoni,
përveç në Malzi nuk e dia kemi pas në një ajo. Në Maqedoni ka ende gjallë që janë kanë qenë në pozita deri në rang ministrit, ka Preshev, Bujanovs, Preshev, Bujanovs më për këto pjesë mos flasëm fare, edhe gjitha komunat e Kosovës ka pas kuadra tonë që kanë qenë ose gjykatës, ose prokuror, ose sekretar kuvendi, ose pozita ndryshme të vonë çka është lëmi e juristit. Veç ashtu, edhe kanë fillu tani gjanat me gjithë me avancue. Edhe sa i përket biografiste me mas kryes fakultetit, normal jom interesu me njerë me u punësue, me i ndihmu familjes, të regova që që kishën gjendjen, edhe kom bisedu me daj veta. Daj thashe kom kryu shkollën, kom kryu fakultetin, apo më ka përqafu, tha urime, u gëzu e sen, thash po, më mujt është me hinë pundi, ku da i kom bisedu me Fajk Halilin, se isha bursist i fondit krajnor për bursa dhe kredi. Kemi pas obligim na me u lajmëru në atë fond, edhe me punuar një kohë, sa kohë e ke shfrytzu bursën, ku të caktojnë ata. Jo shkuat e Fajk Halili ka qenë drejtor i fondit, Vavi Ragipit, i Tefikut, shtyne që kaloj ka ju atje, ka dugoja juve. Tha po doj keme krye sen, mirë po nuk e kryu, a i ka pas qef me dhonë fjallë sen, po nuk më punësoj. Kur do bisedohë me dajnë feta? Tha po në dajnë, tha po bisedoj, tha qyshe, tha po bisedoj me Rejk Vash, nuk kom kryetar komunën po duje. Edhe shkole bisedon, tha po më e kem nevojë të gjyshtë të pashtë. Antari partis, po shazotin se di. Thot mua, i antari partis, tha shio, po qëfar partije daj? Tha po shazotin, tha jo, tha Raifi qështu. E kanë organizue qito strukturat e Luzhanit. Da e feta kuptot me insistimin e tina, mësë maj për fjale, po sa nëse s'gaboj mrena 3 dite ma kam pru librezën e partis që jam antari partis. E qka ka qenë rëndësishme me qenë antari partis? U deshke në struktura, u dash me konë në atë kohë për me konë gjykatës. Me konë e i pozit dikun, u dash të shkërkua jo. Qfar të pozita publike? Po, publike që është e rëndësishme, po. Edhe më kanë pranuar parti, jam shkuar, kam konkuruar, mbledhjen e parë të kuvendit, me gjithësylla zgjedhjet gjykatës si gjykatës, jo i gjykatës, po praktikant pranohet, praktikantën gjykatën komunale po 2 vjet. I diri Mustaf Shala ka qenë kryetari i gjykatës, edhe jam shkuja, kom nis punës, me gjitha po ja bojnë, tha të qyshtë, ose së më t'nja, tha ty, tha praktikant. Mas 6 mujve që kom punu si praktikant, mu më kanë zgjedhë gjykatës për dhe onë provimin e judikaturës. Mirë po e kom pas kusht, mrena 1 viti me dhonë provimin e judikaturës. Edhe kom dhonë, e kom përmbushat kusht, si mu ka leju paraqitja e provimit, kom shkue, e kom dhonë, edhe kom vazhdu, kom punu 3 vjetën po 2 si gjykatës. Qysh ka qenë që periud e jo të tranzicion të Shiqo, praktikantit e gjykatës? Unë mendoj ka qenë një ndër periudat ma të mira të jetës teme. E tash mos të harroj. Si student, me 1972 isha që këto gati e kisha harru, se është i prej momente ma transishme që e kujtoj me knasin ma të madhe një jetë teme. Isha antari i kryesis lidhë student në fakultet juridik. Edhe u organizuan qatë kohë kene shkruar dhe protokollit mes rektorat e Universitetit Tiranës e Universitetit Prishtinës për këmbim kuadrave, edhe për këmbim vizitat dërsila studentëve. Edhe shku për më ardhë me shku me për cila atje, ata ka nena, këtena ata ma pa kanë ardhë. I propozu kush më shku prej fakultetit juridik.
normal unë si shana e smujta me hinë aty heq njere, e propozu që të mazlum Baraniu në tash është profesor edhe u konë kryetari Komisionit Qendror Zgjedhjeve sen, nuk ja dhanë pëlqimin partia. Për çfarë arsye? Edhe nuk e ka treguar arsyen asnjëherë, është shumë diskutabile puna e tina, në atëherë kemi ditë si në shqiptar shumë ma vorë ka pas deviju krejt diqa, kështu që nuk e di tash veç muna ma ushfirë, por nuk ja dhanë. Ishën aty si grupi Suharekës ma shumë, u konë edhe një Muhamet Kadolli, e propozuan ato, edhe ati si alla. Thash më recim, se me mazlumi kom qenë cimerë. Unë edhe mazlumi kemi pas një vjetë lomën e përbashkë, e unë edhe është Osmanit e shfrydzoj ke verës, dim një shkoj shalone se verës nuk kisha kohë, tash që është tash punoj shaton, kohën të prej blokat betonit. Tha po më recim, tha vesha bota qysh, ja tha, provota pse jo. Edhe kam, tha, do të më bisedu, tha Ragi Palilja, sekretari i organizatës lidhës komunizme për rektorat. Dhe që në shkojnë të Ragipi. Thash daj, thash qështu. Atë pa ta jepin pëlqimin këta kryesia jote. Thash po. Thash ko, tha, bima pëlqimin, tha me njerë. Edhe shkova, ma dhanë pëlqimin ata, që jam me i propozu, shkova, ma dhaj me njerë konfirmimin që po s'ka problem, që ka më bota është gati ndodhi si me diplom, nuk kisha pashaport. Haj, nonën një akashë. Isha fati shumë i cungu i shkur. Edhe mune i kompletova dokumentat e thira një Ramadan Ferizi që të koni Bollopojs, punoj kënë pashaporta, ashtë qështu Ramadan, tha me gjitha po këshyri, tha po valoj, tha, bashkë sot për nesër, tha s'ka shans me kryat punë. Edhe e dërzova, shkon i qunë pashaportat në Beograd në ambasadë për me marrë vizën, në ambasadë Tiranës. Disa li jedër gjallë dhe ku të takoj me respekt i përkullëm, i thëmë kurë njët nuk të arrej sa ti është gjallë. Tha, me gjithë tha mësë bo marak, tha se qatë ditë kur shkoj me i marrë këtu, nëse i regullon të ati tha pashaportat tonë, unë i marrë me veti, tha dhe kanë më madhon tha dhe vizën tonë. S'besoj shëse se jo veç une po dhe kaj shok Nazmije Jupi, Qaze, Osmani, Bajrami, a i tjetri me padure me preq në ashtë e mundur me shkur Shqipni 72-shën, hej. Edhe ja ku ndërzuhe. Ka shkua ditë e qertë, është njëri i madhë kur dërë me qenë, është humanista, është t'i kujdeshëm, se ka që aty por nuk del me lajmru kur gjë, si u dalën derë me në thirë. Mas pari më ka lypë mua me sy më mdorë shej, që është okej, është kryu puna. Më kam përqafu, mu ka gjuhë krejtë, edhe sot krejtë trupi për më shqetë të besën. Mu ka gjuhë urime, shajshin që aty u. Edhe kemi i po autobusit, i me shkuë, kemi pas me nejtë 11 ditë, 16 ditë ne kanë vazhdu neve. E të është për atë pjesë me njësë mullëshuat e qka kom përjetu e qka kom popull. Në është avi që pika shkurta pak? Pe për mbyllë një situatë, krejt e pa e shumë ideale gjithë shka që jo mas miri. Se i shumë të indoktrinuam që ashtu. Na informatat për Shqipni, lajmet për Shqipni kemi marrë në përmes Radio Kuksit. Radio Kuksi ka pas frekvenca ma të fuqishme se Radio Tirana. Po. Edhe s'kemi pas problema në Kosovë, ka kemi shku në radion me ndigjuhe. Edhe ka pas kom folklorike, po edhe ka pas lajmet që i dhëshin do kontesa ma transishme sajnë. Edhe krejt e pa shumë ideale, mirë po ka qenë një gjendje mjerume. Një gjendje katastrofike. Edhe unë që aty tani jom një ofë për herë parë me motrën e nuzit që atë katën, ti nuk e di se dje. Kjo është historinë në kam ti në veti. 14 vjetë pa kërkon ajo heqë. Që shka përfundu, ajo ke me një martes, apo? Ajo ka baba e Jonuzit, njëre ka shqitu trullin e ka pas shqitu kosht Hakifi tash, e ka shqit, edhe u nisë me shku për Turqi.
u shku në Shqipni. Atje s'ka mujt me nejta, qka dreqi u bo për qka nuk e di arsyen, po u këthyje e qikën që atë motër Januzit e ka martu për njëni që kish pasik një lukari të kone kish pa vrat dikon, e ka shku atje, edhe ja ka dhonë ata fmi, si kur me u martu dikush, jo mëre qika akivit, tash kjo feju vetë u rrit e sen, po si qika e gjetit, a që ashtu diqka. Moshën 14 vjeçare. Që ashtu 14-15 vjeçare, po. Edhe kur pe po kërkush. E kom shkue, si kom rritë Tiran, bleva kuptohet do sene prej kojt I mora, se për disha që pe taku nuk e lo. I kom shkrua jam me gjithsyla, kusheri Januzit, jam I vendosën në Hotel Peza Tiran. Nëse jeni e janë e njoftohemi. Edhe jenë tani nesër me kanar, jemi njoftu e sene, dhe po I thom, hajde po hime në Hotel Dajti. Jo, me kjo që po ullëm shtu ka qenë dhe farë kafiterisha, të ju thëshin pasticeri. Ato pishin një rakit, qfar gjendje, qfar mjerimi, qfar faqe, zez, merë, është ju më në ku me hikë, jo, hajde po hime shtu edhe shtu. Edhe hime, kur doli mu da, a I hashim. Nuk u që keme folë prezencë të gruz vetë. Fëmin djali zdia ka pas me vetja se ka pas. Tek I kom pa kur kom shku në Kavaj, ka kaloj me shku për firmë. Jem nalë aty dhe u kom dhonë tani qëto sene, ja kom onda sahatin temat I djalit asaj kadës. Tha mos na thuj, tha me jetu se nuk u të me kemi ndalume në me hi. Edhe që kam ka thonë që ashtu në pshem, një peshqirë madhe pa ta ble për veshtirave. Tha të rritë dhe për qëtë peshqirë dhe se falmen, tha ta me se gjatës, ti za natër. Po. E saj për këtë të ajo idealizmi jonë, mune me I vizitu ato farë monumentesh, mune me fotografu ku kish fotografi të Enver-Hoxhës. Mune amena, blem të literatura marxiste, leniniste të Enver-Hoxhës e të malë që dunit amena, kënena, ne I morën në kufi krejt, po thonë për kundër krejtve, atë moment e atë knasi nuk e harroj, kur nuk e harroj. Po, që ka qenë qëllimi kryesor I vizitës? I vizitës vetë këmpimi përvojës. Po. Na kanë prit atje, na kemi shku në ligjerata në 2-3 fakultet, në të fakultetit juridik kemi shku në fakulteti juridik, marësisht kush o cilin fakultetisht, në mesin tonë ka pas edhe sërbe dhe boshnjak, me romesh, se që ashtu I struktura e studentëve në universitet, edhe që ashtu ka qenë marveshje. Mande I filluar profesorat e Shqipërisë kanë ardhur dhe kanë ligjeru këtu, sidomos në fakultet teknik kanë dhënë kontributin më të madh në ngritjen e kuadrave tona. Kanë ardhur me vitet tona kanë ardhur. Çka me thonë tash tjetër, po janë këto kashtë është teme gjonë me vazhdu rreth asaj e Shqipëri, po që kjo është knasi dhe me pjetet, me një djetë veçantë kujtoj atë moment. E ato që kemi po atje, masanetani kur kemi ardhur, kemi analizuar veç e shok që shke mire, kjo, rresha, shojsha e sen, kur kryo kushtet e shkull me po u të marroh, zotit, po që është në kështë marrajt kërë që... Për çfarë arsye është do... Unë isha me livdu, mos me hup qatë farë idealizmi që bretnante të na gjithë që Shqipnia është armatosur, Shqipnia mundet me bo gjithë shka, Shqipnia ka krejt mirat, nuk gudzon me vjedh, kush nuk gudzon anena, janë barabart krejt e sen që të gjona që I predikojshë ata, I marrë shumë qashtu kallu, për masi s'kishë mundësi me I po.